miqtë e mia, ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin edhe një herë për t'i dhënë vëmendje në rastit që ditën e sotme na tronditi të gjithëve. Humbja e jetës në moshë të re e vllaut të gjestit Eldion Kelmendi, një ngjarje që nuk tronditi vetëm familjen Kelmendi, por tronditi të gjithë popullin shqiptar. Në një deklarat televizive doli edhe efektivi i policisë së Pejës, i cili dha detajet hollësishme për rastin dhe ngjarjen që sot në orën 14 tronditi opinionin publik shqiptar. Por gjithashtu patëm edhe një deklarat nga komshia i lagjes ku ka ndodhur në fakt ngjarja që tregon të gjithë situatën dhe se si e kanë dëgjuar kërsitjen e makinës. Në afërsi të fshatit Qungur të Pejës, pas ditën e sotme, ka ndodhur një aksident me fatalitet. Për mediat shqiptare kanë folur banor të këtij